Për shëndetje me që dashër, një se venit të danë gjedhin analizë, shkojnë me vizën e radhës, gangon nga PDK-ja. Kjo ka po shkojnë për në historinë në miqë. Shkojmë të ngojmë videone, të diskutojmë së bashkë për si gjithmonë. Të tregojmë se kush është Albin Kurti, kush është Lëvizja të vendosje, kush është PDK-ja. E Bedri Hamza. Ka dhonë Albin Kurti prej xhepit. As nuk ja ka që bashkëshortja atje për Norvegjia, ku është jetu, me thonë që ja të ndihma qytetarëve të Republikës Kosovës. Mjetët që janë nda, ose që është marrë vendim me nda, janë buxhetit Kosovës. Janë taksat paguzve të qytetarëve. Ata vetë kanë pagu, taksat e veta. Okej. Intereson me ditë sa herë kanë marrë shtesë. Prit, në lështu, freno pak. Për para, kur ju këni qeverisë, gane, dëgjo mirë me vëmendje. A kanë pagu, taksa pagu si të atim ajo? Unë beso që po. E dyta, pse s'kini pagu pra ju? Me paret qytetarve, ju vetëm i kini vjedhë paret që kini pagu. Të paktën këta po paguin, të atim, po shteti po e fthem prap. Sigur gjithë kun në Evropë edhe në botë. Por në botë, se më sigur, po normal, me logikë shnosh, po, sepse nuk e vjedhën sigur në Kosovë që kanë vjedhë. Sidomos, sigur ju. Mos i në malë pasakitës. Një punë që a keni bo, që keni gabu, keni vjedhë, keni shumë i trovicën, e keni poni këto, mos zilë me arshitu, se se në arshitimi këto. Apo mos zilë me akuzu. Por jo e një mësu, sepse akuzoni, por mos me akuzu juve. Por s'ka është të mu. Në ka është të mu. Gane. Ti vetë po bjenë fjallë tua. Popli i ka pagu, shumë e vërtet. Po ky po ja këthen. Ju që keni bo? Ku keni që parët? Që ja boj që kërë për pare më rëmbaj? Që të parët? Jo, gane, jo. S'ka me dezinformu. Unë mje keqa. Po shkujna hakikat, me zemër të poqë. Shkojnë amiq? 2 herë pas kanë marrë shtesa. Hajde dhe 3. Jo. Na që tash ka zëmë sa ka marrë shtesa. Vesh merë një laps, të lutem, edhe shënoj. Masi nuk po i di që i dindi shumë mirë. Po je ka bën dezinformat, je ka bën propagandë. Ti di shumë mirë të sene. Sa ka pagu Albin Kurti. Prej 2021. Që ju, 20 vjetë s'kini menu absolutikisht, se jeme pagu, mëse bo zot, por nuk kini menu, që duhet mi pagu. Sikur me një krasni që dhe ke mus, asim ka shku në mene që të me shku në shpit të atë me sharit. A mon men, debat plus, po të rekujtoj. Qashtu juve? Juve që tash ju ka kujtu, që pas ka pas Kosovë athmi, e pas ka pas duhet me dhonë shtesat. Shkojnë amiq? Po kjo nuk e rregullon gjendjen e rëndë qytetarëve që janë në Kosovë. Ne si parti politike, si parti demokratike që pretendojmë marrë pushtet, mendojmë që kjo çështje të rregullohet me ligj, jo me vendime. Jo e mora një vendim pranvere, mora një vendim lisht. Jo, kena me boj ligj, ka me votu. Ne nuk bajmë vendime, ose nuk nxjerrim vendime, që ja mush në shport në market qytetarit Republikës sot, i rrit që ata fëmijë që është i rrit për gazet, dhe plakën vetë qytetarit Republikës Kosovës sa të t'i bajnë 18 vjetë. Okej, prit pak, freno. Po i rrit ka fëmijë për Kosovë, tash, 2026 me Albin Kurtin, ku peshe këtë film o i zoj. Ma bregango më zil me gjonia si qare se turp është. është turp për bes turp është. Për kone juaj, spjegona pak. Ky biret pak të njëherë, po thu ti, njëherë po ja mu shportën. Ju, sa ja këni mu shportën. Të regoni publit amoni e kohët, për 20 vjetë, sa herë ja këni mu shportën qytetarit. Po të lusë, pej tokët e në qilë. Të regojo. Sa herë këni dhonë për thmi. Të regoje popët, amoni e kohët. Se nashta nuk e di, kom që në Evropë, e nëse nuk e di, si kom po, i kërkoj falje. Vetëm dokumentohet. Okej? Shkojnë amiq, se me folë ka laj, po vepra.
Albin Kurti kur fol, ja bul, edhe bon atë punë. E ka vërtetu. Ja arsyeja pse e merr ki 51%, 62% ka i marrët, 65%. Albini e ka fjalën po, jo. Për këtë arsye shkon vota të Albin Kurti. Shkojnë miq. Rinia e Kosovës po lëshojnë Kosovën dhe jo O, mos hin mal pasa kicoj, o, mos hin mal amonit koft, se ka me të shmon tu, që tash mas që të kryshte, ma amonit koft. Unë të regoj që shka ka bu për DK-ja në 2014-2015. Leqinik rinia, keni bu marveshje me Serbi, me Ungari, për milshu, me ik. Me dokumenta. Ma amonit koft, mos hin mal pasa kicë. Mo, shkojnë amiq. Rasisht sot, sallat e Zyrihut janë plot. Jo rasisht sot, sallat e Berlinit janë plot. Këto janë prej juve. Prej juve. Krora Albini i ndalë me pasaport të Kosovës, ju të Serbisë. E para. E dyta, kur hiqet vizat, njëri do tonë, del, shkon ku donë, është të drejtë çdo kujt. Gjermoni 200.000 vetë, një 200 vetë. Albinës për i nalë. Është demokraci, njëri shkon ku donë. Ku menon që është mami që të shkon? Po jo pe varë frisë, si kur 2014-2015. Këta që po folione, do të dokumentoj. Okej? Shkojnë amiq. Ne dojmë nxjerr ligje të cilat krijojnë standard për të jetuar në Kosovë, që qytetarët e Republikës Kosovës mos me pas nevojë me migru. Po pse si, kukulana, pse si ka ronë men ma herë, thoi, gango. Të regoje poplit. Kon po donë me gënin, kon po donë me rajtë, Allah, se plasa. Kon po donë me rajtë. Kush më i besu juve që 20 vjetë s'keni menu, që ka pas të vinë në Kosovë, që ka pas nona Leona në Kosovë. Kon po donë me rajtë e gone. Kon. Popullin e Kosovës, diasporën. Jo, bre. U mush s'ka ven për rana mu. Nuk ka ven për rana mu gane. Këtu, u mush. Edhe, në ka me qëtë dhe pak, jo zgju poplit tash. Tash për shkon t'i pastru me sakta, me të vërteta. Shkur puna me Albin Kurti. Nuk ka mu me rana. Bëllë kini rajtë poplin. Edhe diaspore me sa. Ju kena besu shumë. Në keni dëshpru për stepri. Me relaps gone, edhe shënoj, të lutem, a? Edhe tani, kur dash me full, këthu, ka dalë se jo, po pas ka dhonë këta mirësh, nas kena dhonë. Shkojnë amiq. 0 deri në 2 vjeç. Nëntor 2021 pensionistët përfitojnë shtesën një hershme 100 euro. Janar 2022 shtesat për fëmijët zjerohen në grup moshe gradualisht çdo muaj 0 deri në 2 vjeç 20 euro në muaj dhe 3 deri në 16 vjeç 10 euro në muaj. Prill 2022 pako për përballje me inflacionin 1.0. Nishi është bën në prill 2022, pensionistët, studentët, punëtorët në sektorin publik dhe privat përfitojnë shtesë të njëhershme 100 euro. Nëntor 2022 pensionistët, studentët përfitojnë shtesë 100 euro. Shkurt 2023 hyn në fuqi ligji pagave buzeti bën. Në di që po të ditës, po kjo realiteti. Puna për punësimin e trive 6 muaj me pagë nga shteti. Dhjetor 2023 pensionistët dhe fëmijët mbështeten me shtesë të njëhershme 100 euro. Janar 2024 rritet koeficienti i pagave nga 105 në 110. Gusht 2024 shtesat për fëmijë rriten dhe rrit strukturën. Kjo është arsyeja që po them, mos i marr pasakisht. Rriten me 20%. Tetor 2024 paga minimale rritet nga 130 në 170 në 350 euro. Go. Dhjetor Dhe shkruaj, vuaj qenimin. fëmijët mbështeten me shtesë të njëhershme 100 euro. Janar 2025 pagat në sektorin publik rriten për 110 euro për secilin. Maj 2025 shtesat për Maj. rriten nga 170 në Shkruaj. 325 euro. Tetor 2025 pensioni bazik rritet nga 120 në 150 euro në muaj. Nëntor 2025 shtesat për fëmijë rriten me 50%. 30 euro. Nale dorë në Albin baba. 45 euro në muaj për familjet me 3 ose më shumë fëmijë. Janar 2026 paga minimale rritet nga
350 në 425 Pas 2026 paga 13%. Albin, bo, të horë zabrën. Paku për përballje me inflacionin, këtë që po flasim tash. Maj 2026 shtesa për levona rritet nga 325 në 500 euro. A po të pëton? Si vjet, paga Ti thamë një vetë. 500 euro. A këptove Amonit Koft. Thash më herët, mësin mal pasakit sa i gane. Do shme pas fakte kur dash me fol. Argumente, dokumenta. Jo me dal me gëny, jo me dal me rajta shqyqare. Pas një fije turpi, zbëmre, për bes në këbën. Të këmë thonë edhe vizën më herët. Fole realitetin, ma shumë përfiton vota. Ma shumë përfiton vota. Se me gëny. Me gëny, së mërë shme gëny. I gënyoni, ata votu se juj. E unë ata s'po kuptoj qësë juve s'po ju kuptojnë. Qini ka gënjemi. Kurse fakte, këtu e në fakte. Po mbi gjitha miq, shkojna. Ju duhet në nëmë këta njerës. I që ti shini bëndor azir që po shkojnë. 14-15 dini. Ti shini bëndor, kërë i time të thuj. Këta janë shpionat të bisi bonqinën. Që ta janë që pesër si kërëzove. Për shoferat autobusav, këta janë shpionat Serbi që me bojnë udhëtarët e pëjqojnë për Serbije, për Hungarije, për Gjermani, po thotë kjo qytetare, jone. Qytetarët fajnë për liqet jallën, severis, dhe thonë së shka klikjeve. Unë falni, gane, para se me akuzu dikon, thash prap, po të thëmë dil me fakte. Unë po të tërgoj faktet se ju që keni bo. Në këtë video të lutem, ngo me vëmendje. Unë e di që të edin, po për i thëmë shikuzëve të mi. Ngo me vëmendje miq, 2014-2015, LDK, PDK, bashkëpunim. Qa kanë bo? Shkojnë miq. Gjendja ekonomike. Ka një shumë të ndaj familjesime. Qysh para se të vend të autobusin në peron, qytetarët vraponin drejt derës, për të siguruar një vend. Gjatë shtyrjeve mos e keqe personin fëmijët. Përveç fiksimit, ata rrezikonin të shtypeshin, e të rrezofshin nga krahët e prindërve të tyre. Kënë mirë. Në lotët e familjarëve që kishin dalë për të përcjellë pranë fëmijët e tyre. Në stacion kishin dalë edhe të tjerë që nuk përcjellën. Kishin edhe vetë 200 letë në autobus. Autobusin zem 45 letë që 200 letë në autobus me fëmijë të vogël me. A pengon? Isa Mustafa ti në autobusat. Jo popullon të autobusat tani. Që dera nuk ka asnjë derë. Sipas statistikave të fundit, numri i qytetarëve kosovar që kanë dalë jashtë vendit është mbi 24.000 dhe po vazhdon të rritet. Mrana jove, 2 jove, 24.000 vjetë në dalë. Nuk e dëgjuan serve. Gole. Kështu që me vështirësi merremi vesh. Por shteti i Serbisë tani ka ndërruar qasje ndaj gjithë këtij fluksi të kosovarëve. Gole. Ka nisur të arrestojnë shumë prej tyre. Vetë ministri i punëve të brendshme konfirmoi se në 48 orët e fundit janë ndaluar 290 persona, shumica shqiptar. Mirë po nevojsha Stefanovićit i ka ardhur edhe një moment për t'u krenuar. Para ambasadorit suedez po kumton shifrën prej rreth 60.000 shqiptarëve të Kosovës që kanë aplikuar për pasaporta serbe. E keni pru poplin 2014-2015 me shku 60.000 vetë me shku me marë pasaport sërbe. E ti po del po jep moral Amonit Koft gane. Amonit Koft ma. Popli di këto sane. 60.000 vetë mrena mujt i në shku kanë lyp pasaport sërbe. I keni dhonë mundësi edhe sërbe me bua e gare me neve. Unë këtë kuptoj si dëshirën e tyre se Serbia të jesë shteti tyre. Nuk e di se si do të interpretohet kjo ndryshe, pasi që nuk mund të kesh pasaportën e një shteti e të jetosh në një shtet tjetër. Kosova është shteti i vetëm evropian që nuk mund të lëviz pa viza. E kjo ka ndodhë 2014-2015 gane. A kitë kjo tash? Kështë që Amonit Koft gane mos hinë mal pasakis ose paspot, kështu, gjuhën tone, parlamentare. Nuk bën me dalë me gënja shqyqare vetë me pas dhere pak marë bre Amonit Koft. Nuk thëmë kot
Dash më mësu me rajnë shkom PDK. është turpi i botës. Këtë politikanët rajnë ka pak. Po je bro Allah me kila Allah, me tona. Ma në bërë se zbon. Zbon. Thuni, boll është boll. Dashit me fituna e votë, por ndryshe, Misë të dashër, kjo ishte video për sot, miro po shumë video radhës. Shqiptari, ku do qeni, Zoti i rujt. Miro po shumë respekt për sesion.